Ndër të tjera në lajme do të ndiqni, kryeministri Rama tha se paqja fiskale është mundësi që bizneset të vetë korrigjohen, sipas tij ata përfitojnë tatim shumë më të ulët se i rregullti. Nga nisja e zbatimit të SEPA-s, transfertat në euro drejt dhe nga Shqipëria njohin një rritje të fortë, vetëm në tetor u qarkulluan rreth 600 milion euro. Gjatë periudhës 11 mujore në Shqipëri regjistruar rreth 11.7 milion hyrje të shtetasve të huaj, ata janë 700.000 më shumë se një vit më parë. Draft strategjia e zhvillimit të sektorit minerar përcakton krijimin e mekanizmave të përbashkët publik-privat për financimin e kërkimeve të reja. Ju përshëndet zonja dhe zotrina, ndiqni me lajmet qendrore. Kryeministri Rama ka prezantuar përpara komunitetit të biznesit paketën e paqes fiskale. Sipas tij, kjo nismë është një mundësi për bizneset që të vetë korrigjohen dhe të përfitojnë një tatim shumë më të ulët se ai i rregullt. Kryeministri Rama ka prezantuar përpara komunitetit të bizneseve paketën e paqes fiskale. Kreu i qeverisë tregoi se kjo nismë është një mundësi për bizneset të vetë korrigjohen dhe të përfitojnë një tatim shumë më të ulët se i rregullti. Së dyti është një instrument për t'i dhënë mundësi të gjithë sipërmarrjeve që nuk janë në konflikt me ligjin natyrisht, që nuk janë në procese hetimore apo gjyqësore të natyrave të ndryshme, dhe që figurojnë në regjistrat e shtetit si kontributor legjitim që të rishikojnë pasqyrat e tyre fiskale të viteve të shkuara. Ky rishikim i jep mundësi sipërmarrjeve të korrigjohen, të vetë korrigjohen, duke ribër deklarimet e viteve të shkuara dhe duke pasur si motivim, si incentiv, një tatim shumë më të ulët mbi fitimin se sa tatimi që paguani rregullisht. Por Rama sqaroi se jo të gjitha kategoritë e bizneseve do të përfitojnë nga paqja fiskale. Paqe me ndërtuesit nuk ka. Nuk ka për të pas. Pikërisht është sektori kryesor. Edhe duhet performoj me maksimumin e përgjegjshmërisë për çfarë mbështetje doni ju? Çfarë mbështetje juve e para punës një herë që se e kapa nga ana e klientit. Tani po e kap nga ana e punëtorëve. E para punës një herë mbështetje ju që akoma deklaroni punonjës me 500.000 lek, kur e dim shumë mirë dhe ti dhe unë dhe jam i bindur që po të shkojmë të pyesim peshqit e liçenit artificial, do na konfirmojnë që nuk ekziston punonjës me 500.000 lek me pak minimale ndërtim. Nuk ka. Po nuk keni faj ju. Na i ka lidhur duar gjykata kushtetuese para ca viteve që ka vendosur që ne nuk mundet dot t'ju vendosim ju tavan, edhe juve lozni. Zbatimi i paqes fiskale do të hyjë në fuqi nga janari i vitit që vjen. Ministri i Financave dhe Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit në fjalën e tyre gjatë prezantimit të paqes fiskale shprehen vullnetin e qeverisë për bashkëpunim të frutshëm me bizneset. Mala dhe Ibrahima e theksuan se kjo i paraprin hyrjes në tregun e Bashkimit Evropian. Gjatë prezantimit të paqes fiskale me komunitetin e bizneseve, Ministri i Financave Petrit Malaj nënvizoi se sipërmarrja mbetet partner strategjik në hartimin e politikave të qeverisë, duke theksuar se shumë nga reformat fiskale dhe ekonomike janë ndërtuar mbi kërkesat dhe shqetësimet e komunitetit të biznesit. Për ne si qeveri, për Ministrinë e Financave, padyshim edhe për Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, sipërmarrja është dhe do të mbetet partneri kyç për sa i përket hartimit të politikave që ne ndërmarrim. E them këtë duke patur parasysh se një pjesë e politikave të cilat ne zbatojmë vinë si rezultat i kërkesave tuaja. Këto nisur edhe nga sfidat apo nga shqetësimet që ju keni në përditshmërinë tuaj,
apo edhe nisur nga planet tuaja afatgjata për sa i përket investimeve që do doni të kryeni në kohë. Pra për ne është shumë e rëndësishëm që në kuadër edhe të procesit të integrimit europian, jo vetëm të sigurojmë një harmonizim të legjislacionit ton me legjislacionin e Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër të përgatisim edhe kushtet që biznesi shqiptar të jetë i përgatitur dhe me avantazhe konkurruese përpara se sa të hyjë në tregun e Bashkimit Evropian. Ndërkaq, Ministri e Ekonomisë Delina Ibrahimaj theksoi se paqja fiskale shënon nisjen e një kapitulli të ri bashkëpunimi mes shtetit dhe biznesit të bazuar në dialog, besim dhe parashikueshmëri. Ka në fokus dialogun, ka në fokus marrëdhënien ndërmjet shtetit dhe biznesit, është drejtimi i arritjes së standardeve europiane në mënyrë që bizneset shqiptare të mund të tregtojnë dhe të përfitojnë sa më shumë nga tregu bashkët europian. Duam fort që në modelin ekonomik që po nxisim të kalojmë nga një ekonomi e cila është e mbështetur tek konsumi në një ekonomi e cila është e mbështetur tek prodhimi dhe tek eksportet. Ne duam fort që të krijojmë kushtet që biznesi të formalizohet dhe biznesi ai që është i paformalizuar, dhe ndërsa biznesi formalizuar duhet që të operojë në kushte të një konkurrence të drejtë. Gjatë prezantimit, ministrat ju përgjigjën pyetjeve dhe interesit të përfaqësuesve të biznesit. Që nga nisja e zbatimit të SEPA-s, transfertat në euro drejt dhe nga Shqipëria kanë njohur një rritje të fortë, duke arritur rreth 600 milionë euro vetëm në muajin tetor. Kështu sipas vlerësimeve, përfitimet nga SEPA mund të arrijnë deri 70 milionë euro në vit, para këto që mbeten drejt për drejt në xhepat e qytetarëve dhe të bizneseve. Në vetëm një muaj nga 7 tetori kur nisi zyrtarisht zbatimi SEPA dhe deri në 31 tetor, ka pasur një bum të parave që janë dërguar në Shqipëri përmes këtij sistemi, por edhe të transaksioneve në euro nga vendi ynë drejt shteteve të zonës së vetme të pagesave në euro. Në një intervistë për televizionin Skan, sekretari i Shoqatës Shqiptare të Bankave Spiro Brumbulli u shpreh se shuma e transfertave hyrëse dhe dalëse kapi një vlerë prej parafërsisht 600 milionë euro vetëm në tetor. Të dhënat janë para prake, të themi operative, dhe në dijenin time janë diku për tetorin, janë rreth 25 milion transferta në nisje me një vlerë diku te 400 milion euro, kurse në hyrje janë diçka te 22.000 transferta që vinë nga vendet e SEPA-s në Shqipëri me një vlerë diku te 200 milion euro. Kurse në nëntor është gati me 7% rritje numri transfertave. Krahasuar me më parë, me SEPA, qytetarët paguajnë komisione më të ulta për pagesat ndërkufitare në euro. E rëndësishme është që tashmë njerëzit paguajnë më pak, sepse ai që dërgonte para në Gjermani do vazhdoj të dërgojë. Po nëse duhet të dërgonte me 70-80 euro, sot paguan vetëm 2 euro apo 5 euro. Kështu që përfitimi është i madh në kuptimin e komisioneve. Sipas vlerësimeve fillestare, kursimet nga SEPA parashikohet të arrinin deri në 20 milion euro në vitin e parë, por përfitimet do të jenë më të mëdha. Na del jo 20 milion sa kemi thënë, po mund të shkojë deri në 70 milion. Do të thënë para që nuk i marrin më institucionet që u shërbejnë individëve dhe subjekteve, por mbeten në xhepat e individëve dhe të subjekteve. Për transaksione deri në 20.000 euro që nisen nga Shqipëria drejt vendeve të tjera, komisionet janë maksimumi 2 euro. Për transaksione deri në 100.000 euro janë sa 0,01% e vlerës, ndërsa për ato mbi 100.000 euro, komisionet janë maksimumi 25 euro. Për transaksione të mbërritura nga vendet SEPA, komisionet nuk të i kalojnë vlerën e 3 eurove. Për shembull, nëse një e afërm i juaj dërgon para nga Italia në Shqipëri përmes SEPA, bankat shqiptare mbajnë maksimumi 3 euro komision nga kjo shumë. Gjatë vitit 2025, interesat për depozitat kanë mbetur përgjithsisht të ulta, sidomos për llogarit pa afat, ku përfitimi për qytetarët ka qenë minimal. Depozitat afat shkurtra kanë shënuar rënjet e lekë të normave, ndërsa ato afat gjata veçanërisht në lekë kanë ofruar interesa më të favorshme. Gjatë vitit 2005, interesat që bankat ofrojnë për depozitat kanë pasur ndryshime të vogla, pa ndonjë rritje të fortë që të ndikojë ndjeshëm në xhepin e qytetarëve. Për shumicën e qytetarëve që mbajnë kursimet në lekë në llogari pa afat, interesat kanë mbetur pothuajse të papërfillshme gjatë gjithë vitit. Norma e interesit ka luhatur rreth 0,1%, që do të thotë se edhe nëse një familje mban 100.000 apo 200.000 lekë në bank për një vit të tërë, përfitimi real është shumë i vogël. Ndryshe paraqitet situata për ata që zgjedhin depozitat me afat.
Për depozitat deri në 2 vite, interesat kanë shënuar një rënje të lehtë gjatë vitit 2025. Në fillim të vitit, bankat ofronin rreth 1.8% interes, ndërsa në fund të vitit norma ka zbritur në rreth 1.75%. Kjo tregon se bankat janë bërë pak më të kujdesshme në shpërblimin e kursimeve afatshkurtra. Nga ana tjetër, për depozitat mbi 2 vjet në lek, interesat kanë qenë më të favorshme. Gjatë vitit 2025, normat kanë kaluar mbi 3%, duke shënuar një rritje të lehtë krahasuar me fillimin e vitit. Në terma praktik, kjo do të thotë se qytetarët që janë të gatshëm të bllokojnë paratë për më shumë kohë mund të përfitojnë më shumë. Në euro situata mbetet më pak tërheqëse. Për depozitat pa afat, interesat janë thuajse 0. Për depozitat deri në 2 vjet, normat kanë qëndruar rreth 1.1%, ndërsa për depozitat mbi 2 vjet janë rritur gradualisht, duke arritur në rreth 2.1% në fund të vitit. Edhe këtu fitimi është më i ulët krahasuar me depozitat në lek. Edhe për bizneset prirja ka qenë ngjashme. Interesat për depozitat afatshkurtra kanë shënuar rënje, ndërsa ato afatgjata kanë mbetur më të qëndrueshme si në lek ashtu edhe në euro. Kjo tregon se bankat po favorizojnë më shumë depozitat afatgjata. Gjatë periudhës 11 mujore, në Shqipëri janë regjistruar edhe 11.7 milion hyrje të shtetasve të huaj. Kështu në bazë vjetori kjo rritje përkthehet në rreth 700.000 më shumë se një vit më parë. Lëvizja e shtetasve mbetet një nga treguesit më të rëndësishëm për të pastruar dinamikën e udhëtimeve, tendencat dhe zhvillimin e turizmit në vend. Edhe gjatë muajit nëntor, ky tregues ka vijuar në trajektore pozitive, duke shënuar një rritje për 1.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Si rezultat, në territorin shqiptar kanë hyrë rreth 1.28 milion shtetas shqiptar dhe të huaj. Nga të dhënat rezulton se gjatë muajit nëntor, numri i shtetasve shqiptar që kanë hyrë në vend ka qenë afro 652.000, duke shënuar një rënje për 1.3% krahasuar me nëntorin e vitit të kaluar. Në të kundërt, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar ka arritur në rreth 629.000 persona, duke reflektuar një rritje prej 4.2%, çka tregon interesin në rritje të vizitorëve të huaj për Shqipërinë. Ndërkohë, lëvizjet në dalje kanë shënuar gjithashtu rritje. Gjatë muajit nëntor, nga territori kanë dalë rreth 1.3 milion shtetas shqiptar dhe të huaj, me një rritje prej 3.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sa i përket periudhës 11 mujore, rezulton se në Shqipëri kanë hyrë gjithsej rreth 11.7 milion shtetas të huaj, duke shënuar një rritje prej 6.6% krahasuar me vitin e kaluar. Këto shifra konfirmojnë një ecuri pozitive të sektorit të turizmit dhe rritjen e fluksit të vizitorëve ndërkombëtar. Në muajin nëntor, 96% e hyrjeve të shtetasve të huaj në Shqipëri kanë qenë nga rajoni i Europës. Edhe për këtë muaj, Europa Jugore zë peshën kryesore me 86% të hyrjeve, e ndjekur nga Europa Perëndimore me 5%. Sa i përket qëllimit të hyrjes në territorin shqiptar, në 97% të rasteve shtetasit e huaj kanë deklaruar arsye personale. Në nëntor, ky tregues ka shënuar një rritje prej 4.5% krahasuar me nëntorin e vitit 2024. Ndërkohë, hyrjet e shtetasve të huaj për qëllime biznesi dhe profesionale kanë shënuar një rënje prej 3.6%. Në përmbledhje, të dhënat pasqyrojnë një ecuri të shëndrueshme të lëvizjes së shtetasve gjatë kësaj periudhe, duke reflektuar tendenca aktuale të udhëtimeve dhe flukset hyrëse e dalëse në territorin shqiptar. Hyrjet e të huajve në Shqipëri po shënojnë rritje të qëndrueshme me fluks të lartë nga rajoni, Europa Perëndimore, Izraeli dhe India. Ndërkohë vetëm nga Kosova regjistruar mbi 4.4 milion hyrje me një rritje prej 5.2%, duke konfirmuar peshën vendimtare të lëvizjeve ndërkufitare. Mbi 700.000 të huaj më shumë kanë hyrë në vendin tonë për gjatë periudhës janar-nëntor të këtij viti krahasuar me një vit më parë. Pjesën ndërmuese të fluksit vijojnë ta mbajnë vendet e rajonit, veçanërisht Kosova, Italia, Maqedonia e Veriut, Malezi dhe Greqia. Vetëm nga Kosova janë regjistruar mbi 4.4 milion hyrje me një rritje prej 5.2%, duke konfirmuar peshën vendimtare të lëvizjeve ndërkufitare dhe të diasporës. Në rritje janë shënuar edhe hyrjet nga Italia me mbi 1.18 milion shtetas dhe rritje vjetore prej 2.3%. Me rritjen dyshifrore më të lartë krahasuar me një vit më parë mund të përmendim hyrjet nga Argjentina, Bosnia-Hercegovina, Belgjika, Brazili, Kanadaja, Zvicra, Gjermania, Danimarka, Estonia, Egjipti, Franca, Greqia, Hungaria, Irlanda, Luksemburgu, India dhe Ukraina. Mes rënditjes gjejmë edhe vende me rritje treshifrore si rasti i hyrjeve nga Izraeli, shteti me rritjen më të lartë prej 591%. Në kontrast me këtë prirje, disa vendet e Europës lindore dhe të tjera kanë shënuar rënje të hyrjeve. Polonia, Rumania, Rusia, Bielorusia, Spanja, Letonia dhe Turqia rezultojnë me rënje krahasuar me një vit më parë, ndërsa kategoria vende të tjera të botës ka pasur rënje mbi 10%. Këto luhatje tregojnë një ndryshim gradual të profilit të hyrjeve sipas origjinës gjeografike. Në tërësi, të dhënat e 11 muajve të parë tregojnë një rritje të qëndrueshme të hyrjeve në vend, por me dallime të theksuara mes shteteve dhe rajoneve. Tendenca konfirmon rëndësinë e vendeve fqinje dhe Europës Perëndimore në strukturën e fluksit, ndërsa disa tregje të reja mbeten më të paqëndrueshme.
Në draft strategjinë kombëtare për zhvillimin e sektorit minerar 2026-2040 përcaktohet krijimi mekanizmave të përbashkët publik-privat për financimin dhe promovimin e kërkimeve të reja gjeologjike dhe minerare. Sipas objektiveve afatgjatë, investimet private në kërkim zbulim pritet të rriten me 30% deri në vitin 2030. Krijimi mekanizmave të përbashkët publik-privat për financimin dhe promovimin e kërkimeve të reja gjeologjike dhe minerare. Ky është një prej objektivave të parashikuar në draft strategjinë kombëtare për zhvillimin e sektorit minerar 2026-2040 me qëllim nxitjen e partneriteteve strategjike ndërmjet sektorit publik dhe privat në fushën e kërkim zbulimit dhe inovacionit minerar. Sipas dokumentit të nxjerrë për konsultim publik përmes krijimit të fondeve të përbashkëta, granteve konkurruese dhe nismave të bashkëfinancimit, do të sigurohet mbështetje për kërkime të reja gjeologjike, zhvillim teknologjik dhe trajnime të specializuara. Këto mekanizma do mundësojnë reduktimin e riskut për investitorët, duke përfshirë gjithashtu dhe fondet evropiane për kërkim dhe inovacion. Në këtë mënyrë, sektori minerar shqiptar do të pozicionohet si një ekosistem i qëndrueshëm, inovativ dhe konkurrues, i aftë të kontribuojë në sigurinë e furnizimit evropian me lëndë të para kritike, thuhet ndër të tjera në dokument. Në draft strategji theksohet se situata aktuale e kërkimeve minerare në Shqipëri mbetet e dobët, pasi gjatë dekadës së fundit, kërkimet e reja eksploruese janë pothuajse të munguara. Shërbimi gjeologjik shqiptar nuk zhvillon kërkime aktive për mungesë fondesh publike, ndërsa rezervat ekzistuese nuk janë rivlerësuar sipas standardeve ndërkombëtare. Ndërkohë, sipas objektivave afatgjatë, investimet private në kërkim zbulim pritet të rriten me 30% deri në vitin 2030, si rezultat i skemave të bashkëfinancimit dhe klimës së përmirësuar të investimeve. Shoqata shqiptare furnizuesve të energjisë elektrike ka paraqitur disa propozime për ndryshime në rregulloren që përcakton cilësinë e furnizimit. Ata vijnë pasi ERE nisi procedurat për ndryshimin e rregullores që përcakton standardet e cilësisë së furnizimit dhe sigurisë në rrjetin e transmetimit. Shoqata shqiptare furnizuesve të energjisë elektrike ka paraqitur pranentit rregullator të energjisë një paketë propozimesh për ndryshime në rregulloren që përcakton cilësinë e furnizimit dhe performancën e sigurisë së rrjetit në sistemin e transmetimit të energjisë elektrike. Në dokumentin zyrtar dërguar ERE-s, shoqata thekson se drafti i nxjerrë për konsultim publik ka boshllëqe që ndikojnë drejt për drejt furnizuesit, klientët fundor dhe palët e treta kur ndodhin devijime të rrjetit. Sipas shoqatës, mosrespektimi i standardeve të cilësisë së shërbimit të furnizimit ose performancës së sigurisë së rrjetit mund të shkaktojë dëm ekonomik për furnizuesit, duke përfshirë pamundësinë për të blerë apo shitur energji elektrike, si dhe disbalanca, por draft rregulloria nuk përcakton qartë përgjegjësitë për këto raste. Po ashtu shoqata nënvizon se aktualisht nuk ka një mekanizëm të qartë të përcaktuar për kompensimin e klientëve fundor, që mund të pësojnë dëme të shumëllojshme, si fitimi munguar, dëmtime materiale, por edhe dëmtime në njerëz. Po ashtu theksohet se rregulloria nuk adreson raste kur dëmtohen palë të treta, që mund të jenë persona ose subjekte që nuk kanë marrëdhënie kontraktuale me furnizuesin apo operatorin, por që mund të pësojnë humbje materiale ose dëme në shëndet, si pasojë e një ngjarje në rrjet. Shoqata ka paraqitur propozime për adresimin e këtyre boshllëqeve, duke kërkuar ndër të tjera që në tekstin e rregullores të saktësohet qartë se çdo kompensim duhet të kryhet në të njëjtën vlerë me dëmin e shkaktuar. Këto propozime vijnë pasi pak javë më parë, enti rregullatori i energjisë nisi procedurat për ndryshimin e rregullores që përcakton standardet e cilësisë së furnizimit dhe sigurisë në rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike. Shqipëria renditet ndër vendet e Ballkanit Perëndimor me përqindjen më të ulët të qytetarëve që duan të qëndrojnë në vend. Kështu referuar shifrave, vetëm 56% e shqiptarëve thonë se nuk do të largoheshin edhe nëse do të kishin mundësi. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut renditen ndër vendet e Ballkanit Perëndimor me përqindjen më të ulët të qytetarëve që nuk do të largoheshin nga vendi, edhe nëse do të kishin mundësi sipas anketës së opinionit publik të Barometrit të Ballkanit 2025. Vetëm 56% e shqiptarëve deklarojnë se nuk do të emigronin, një nivel më i ulët se mesatarja rajonale dhe më i dobët se i shumicës së vendeve të rajonit. Në nivel rajonal, 59% e qytetarëve thonë se nuk do të largoheshin nga vendi i tyre. Në Kosovë kjo përqindje arrin në 64%, ndërsa në Bosnjë Hercegovinë në 62%.
Mali dhe Serbia regjistrojnë të dyja nga 59%, ndërsa vetëm Maqedonia e Veriut shon një rezultat më të ulët se Shqipëria, me 53% e qytetarëve që preferojnë të qëndrojnë. Të dhënat tregojnë se në Shqipëri 44% e qytetarëve do të ishin të gatshëm të jetonin ose punonin jashtë vendit, përfshirë 18% që deklarojnë se do të largoheshin përgjithmonë nëse do të kishin mundësi. Këto shifra e pozicionojnë Shqipërinë mes vendeve më të ekspozuara ndaj imigracionit në Ballkanin Perëndimor. Sa i përket destinacioneve të preferuara, Bashkimi Evropian mbetet zgjedhja kryesore absolute për shqiptarët. Rreth 78% e atyre që do të emigronin do të zgjedhin një vend të BE-s, ndërsa 16% do të preferonin Shtetet e Bashkuara. Tendenca është e njëjtë në vendet e tjera të rajonit, duke reflektuar rolin qendror të BE-s si destinacion ekonomik dhe social. Rezultatet e barometrit sugjerojnë se ndonse shumica e qytetarëve në rajon ende preferojnë të qëndrojnë në vendet e tyre, Shqipëria po përballet me një nivel më të lartë pasigurie dhe mungesë perspektive krahasuar me fqinjet. Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit ishin në fokus të një aktiviteti ku u theksuar rëndësia e komunikimit mes konsumatorëve dhe operatorëve, si dhe nevoja për ndërgjegjësim dhe rregulla të certifikuara sipas standardeve të Bashkimit Evropian. U zhvillua aktiviteti me në fokus linjën e gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit dhe sigurinë ushqimore, ku u prezantuan gjetjet kryesore, u diskutuan mbi përmirësimin e mekanizmeve të tregut, si dhe u kërkua një bashkëpunim midis institucioneve shtetërore dhe aktorëve të tregut. Komunikimi konsumator-operator her pas here nuk funksionon. Ndoshta edhe për shkak të konsumatorëve, ndoshta edhe për shkak për fajt të subjekteve her pas here. Shumica, gjithë çështjet që delegohen janë kur një pjesë e tyre nuk i ka deleguar, por ato pra nuk kanë komunikuar më parë me subjektin, por gjithmonë në rastet kur ata komunikojnë e sheh që ka një mënyrë tentative për ta zgjidhur deri te kërcënimet, deri te forca, deri te sharë dhe nuk zgjidhet. Ndërsa projekt ligji, i cili është në konsultim publik dhe hapja e kapitujve për sigurinë ushqimore, do të ketë një perceptim më të sigurt ndaj konsumatorit për sigurinë ushqimore. Për mua kjo është shumë e rëndësishme, jo vetëm sepse në mënyrë të qëndësishme do të ndërtoj një kuadër institucional i cili do të sigurojë një siguri ushqimore të vazhdueshme në të gjithë hapat, por ajo që është më e rëndësishme gjithashtu është edhe fakti që do të krijojë një perceptim pranë konsumatorit që siguria ushqimore tani zbaton rregulla të certifikuara nga një entitet, siç është Bashkimi Evropian, që është entitet lider botëror për sa i përket sigurisë ushqimore. Në takon të gjithëve të bashkë, po sidomos shoqërisë civile, media, siç edhe e theksuat, që të bëjnë një ndërgjegjësim shumë të madh të konsumatorit, për që ata të bëhen ndërgjegjshëm për drejtat e tyre dhe që ne të kemi mundësinë pastaj që t'i mbrojmë të drejtat e tyre apo t'i advokojmë ato. Kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet theksuar dhe me legjislacionin e ri që shumë shpejt do të na gjejë të linjëzuar pothuajse 100% me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Pra ligji është në konsultim publik, besoj jeni të gjithë informuar dhe do të miratohet shumë shpejt në brenda 6 muajit parë të vitit të ardhshëm. Konsumatori shqiptar do të gëzojë të njëjtat drejta që ka çdo konsumator në çdo shtet të Bashkimit Evropian. Aktiviteti synoi që të krijonte një dialog të hapur midis institucioneve shtetërore, organizatave të shoqërisë publike dhe aktorëve të interesuar për të identifikuar zgjidhje konkrete dhe të qëndrueshme në favor të konsumatorëve. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor bën të ditur se gjatë periudhës janar-nëntor 2025 janë regjistruar gjithsej 18.095 mjete me moshë nga 0 deri në 4 vite. Rinovimi i flotës automjeteve përbën një hap të rëndësishëm drejt mbrojtjes së mjedisit, pasi prodhojnë më pak ndotje dhe konsumojnë energji në mënyrë më efikase. Në rrugët e vendit poshtohen gjithnjë më shumë automjete të gjeneratës së fundit, duke reflektuar një trend pozitiv drejt modernizimit të flotës automobilistike. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor bën të ditur se gjatë periudhës janar-nëntor 2025 janë regjistruar gjithsej 18.095 mjete me moshë nga 0 deri në 4 vite. Ky numër përfaqëson një rritje të ndjeshme prej 62% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023,
çka tregon interesin në rritje të qytetarëve për automjete më të reja dhe teknologjikisht më të avancuara. Kjo prirje ndikon në përmirësimin e sigurisë rrugore, pasi mjetet e reja janë të pajisura me sisteme moderne mbrojtje dhe kontrolli, si kamerat frenimi emergjent dhe paralajmërimet automatike që ndihmojnë drejtimin modern. Njëkohësisht, rinovimi i flotës automobilistike përbën një hap të rëndësishëm drejt mbrojtjes së mjedisit, pasi automjetet e reja përllojnë më pak ndotje dhe konsumojnë energji në mënyrë më efikase. Kjo ndikon pozitivisht në përmirësimin e cilësisë së jetës, veçanërisht në zonat urbane, ku trafiku mbetet një nga burimet kryesore të ndotjes. Ndërkohë, gjatë periudhës janar-nëntor 2025 janë regjistruar 5312 mjete green për herë të parë, duke shënuar një rritje prej 82.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Rinovimi i flotës është një hap i domosdoshëm drejt një sistemi transporti më modern dhe të qëndrueshëm. Reduktimet e energjisë elektrike që po aplikohen pothuajse në të gjithë Kosovën shkaktojnë pasoje serioze për bizneset. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës i ka bërthirë institucioneve të ndërmarrin veprime urgjente për stabilizimin e furnizimit me energji elektrike. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë ka shprehur shqetësimin e saj të thellë për reduktimet e ashpra të energjisë elektrike që po aplikohen pothuajse në të gjithë vendin, duke theksuar pasojat serioze që kjo situatë po shkakton për bizneset. Sipas dhomës, gjatë ditëve të fundit, një numër i madh i bizneseve anëtare kanë raportuar ndërprerje të shpeshta dhe të paplanifikuara të energjisë elektrike, të cilat po sjellin rritje të menjëhershme të kostove operative, humbje në prodhim dhe rrezik të vazhdueshëm të funksionimit të tyre. Kjo gjendje sipas dhomës së Tregtisë është përkeqësuar edhe më tej nga rritja e çmimit të energjisë elektrike për 16% për konsumatorët e rregulluar, si dhe nga dalja mbi 1300 bizneseve në tregun e hapur të energjisë. Këto zhvillime kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme ekonomike dhe po ndikojnë negativisht në konkurrencën e sektorit privat. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës u ka bërë thirrje të gjithë aktorëve përgjegjës në sektorin energjetik që të ndërmarrin veprime urgjente për stabilizimin e furnizimit me energji elektrike, rritjen e transparencës në menaxhimin e sistemit energjetik dhe krijimin e kushteve të qëndrueshme për funksionimin e bizneseve, si dhe ruajtjen e vendeve të punës, thuhet në njoftim. Bergj dhe KFC po financojnë së bashku 87 milion euro për një central diellor në Maqedoninë e Veriut. Pritet që Bitola 3 të gjenerojë 180.9 gigavatorë energji elektrike të rinovueshme çdo vit dhe të zvoglojë metimet e dioksidit të karbonit. Bergj dhe KFV po financojnë së bashku 87 milion euro për një central diellor në Maqedoninë e Veriut. Bitola 3 me fuqi të instaluar 134 MW do të shmang 134.000 tonë emetime të dioksidit të karbonit në vit, duke përshpejtuar tranzicionin e gjelbër dhe rritur sigurinë energjetike. Projekti kryesor i platformës së investimeve në tranzicionin e energjisë së drejtë do të zhvillohet në minierën e qymyrit të rikuperuar dhe do të përfshijë ndihmë për forcimin e qeverisjes dhe përfshirjen gjinore. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim po ofron një kredi të garantuar sovrane deri në 37 milion euro për elektranin në Severna Makedonia, kompania shtetërore e prodhimit të energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut, për të financuar zhvillimin, ndërtimin dhe funksionimin e një centrali diellor. Kredia do të jepet së bashku me një kredi të garantuar sovrane prej 50 milion euro nga Banka Gjermane e Zhvillimit KFV, duke shënuar financimin dhe zbatimin e parë të përbashkët të një projekti nga këto dy banka. Termocentrali diellor Bitola 3 është një projekt kryesor në kuadër të platformës së investimeve për tranzicion të drejtë në energji, e nisur nga Maqedonia e Veriut në COP28 në vitin 2023 me udhëheqje teknike kritike nga Bergj. Platforma synon të mobilizojë deri në 3 miliardë euro investime dhe të ofrojë mbështetje teknike dhe politike për të vendosur 1.7 gigawatt kapacitet të ri të rinovueshëm deri në vitin 2030, duke siguruar një tranzicion të drejtë për komunitetet e varura nga qymyri. Pritet që Bitola 3 të gjenerojë 180.9 gigavatorë energji elektrike të rinovueshme në vit dhe të zvoglojë emetimet e dioksidit të karbonit në Maqedoninë e Veriut me afërsisht 134.000 tonë në vit, duke përforcuar ambicien për të hequr gradualisht qymyrin dhe ulur emetimet e gazeve serë me 82% deri në vitin 2030, sipas planit kombëtar të energjisë dhe klimës dhe kontributeve të përcaktuara në nivel kombëtar të përditësuara. Projekti do të përshpejtojë vendosjen e energjisë diellore, do të forcojë prodhimin vendas të energjisë, do të zvoglojë varësinë nga importi dhe çojë përpara një sistem energjetik më të pastër dhe
dhe me elastik. Bergj është një investitor i madh institucional në Maqedoninë e Veriut, duke investuar mbi 3 miliardë euro në më shumë se 200 projekte në të gjithë vendin. Bullgaria gjen veten në udhkryq, ndërsa vendi përgatitet miratojë euro në mes të një krize politike. Aktualisht çmimet e mallrave të përditshme janë të reklamuara si në levën bullgare ashtu edhe në euro. Bullgaria e gjen veten në një udhëkryq, ndërsa vendi përgatitet të miratojë euron në mes të një krize politike, me opinionin publik të ndarndjeshëm midis shpresës për integrim më të lehtë në Evropë dhe frikës së humbjes së një pjese të identitetit kombëtar. Në rrugët dhe dyqanet e Sofjes, tranzicioni është tashmë i dukshëm. Çmimet për mallrat e përditshme, nga frutat në supermarkete deri te shishet e verës, janë të shfaqura si në levën bullgare ashtu edhe në euro. Për disa, ky ndryshim përfaqëson lehtësi dhe progres, siç është Zelina Apostovlova, një pensioniste nga Sofia, e cila tha se ishte e lumtur që euro mund të përdoret në të gjithë bashkimin evropian. Jo vetëm të moshuarit, por edhe të gjithë të rinjt mund të udhëtojnë lehtësisht duke përdorur euro në vend që të kenë nevojë të shkëmbejnë valutë, tha ajo. Ky mendim gjen johon në komunitetin e biznesit, ku Natalia Gadieva, pronare e shtëpisë së verës Dragomir Estate, e sheh monedën e përbashkët si një hap praktik përpara. Kjo do ta lehtësonte biznesin për një pjesë të madhe të ndërmarrjeve që operojnë në Bullgari, tha ajo, duke thënë se përfitimi i eliminimit të konvertimeve të valutave dhe përmirësimit të tregtisë do ta bënte operimin në zonën e euros shumë më të lehtë për të. Megjithatë, ky veprim ka shkaktuar edhe kundërshtim të ashpër. Protestuesit kanë dalë në rrugë duke valvitur flamë bullgare dhe duke mbajtur pankarta me simbolin e euros të hequr dhe mesazhe të tilla si për çfarë na duhet euro nëse humbasim Bullgarin. Për kundërshtarët si pensionisti Emil Ivanov, çështja është thellësisht personale. Unë jam kundër saj, së pari sepse leva është monedha jonë kombëtare, tha ai. Së dyti, Evropa po shkon drejt shkatërimit, gjë që edhe presidenti amerikan Donald Trump e përmendi në strategjinë e re të sigurisë kombëtare. Ekspertët tregojnë për sfidat praktike që nxisin një pjesë të rezistencës. Ata kritikojnë fushatën e dobët të ndërgjegjësimit, duke vënë në dukje se njerëzit që jetojnë në zona të largta mund të mos jenë përgatitur për ndryshimin dhe janë të prekshëm ndaj dezinformatave. Bullgaria është përpjekur për vitesh të bashkohet me monedën e përbashkët, por data e saj pranimit është hyrë pjesërisht sepse nuk i plotësoi disa kritere jetësore, veçanërisht inflacionin. Këtë herë, vendi përmbushi kriterin e inflacionit, pasi si 12 mujor ishte 2.7% në prill, pak në mbledhje referuese prej 2.8%. Numri i falimenteve të korporatave në Gjermani në 9 muajt e parë të këtij viti arriti nivelin më të lartë në 11 vite. Sipas ekspertëve, arsyet kryesore janë ekonomia ngadalë pothuajse 3 vjeçare, çmimet e energjisë, lufta e Ukrainës dhe kalimi në neutralitet klimatik. Numri i falimentimeve të korporatave në Gjermani në 9 muajt e parë të këtij viti arriti nivelin më të lartë në 11 vite. Një anketë e Dhomës Gjermane të Tregtisë dhe Industrisë tregoi se pothuajse 1 në 3 kompani me më pak se 20 punonjës kanë frikë nga një përkeqësim i situatës së biznesit. Këto kompani përbëjnë rreth 85% të totalit në vend. Ndërkohë Zyra Federale e Statistikave njoftoi se deri në fund të shtatorit, gjykatat gjermane kishin regjistruar 18.125 kërkesa për hapjen e procedurave të falimentimit ndaj kompanive, pothuajse 12% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo e bëri numrin e falimentimeve të kompanive në Gjermani në 9 muajt e parë të vitit më të lartin në 11 vite. Edhe pse rreziku i falimentimit kryesisht qëndron mbi bizneset e vogla me vetëm pak punonjës, numri i vendeve të punës të humbura ose të rrezikuara seriozisht është arritur gjithashtu ndjeshëm për shkak të rritjes së falimentimeve në shoqëritë e partneritetit dhe kapitalit. Kjo u llogarit nga Instituti Leibniz për kërkime ekonomike, i cili përcaktoi se rreth 170.000 vende pune u prekën këtë vit. Para pandemisë së koronavirusit kishte më pak se 100.000 vende pune. Sipas ekspertëve, arsyeja kryesore është ndoshta ekonomia ngadalë pothuajse 3 vjeçare, gjithashtu çmimet e energjisë, lufta e Rusisë në Ukrainë dhe kalimi në neutralitetin klimatik po kontribuojnë në këtë situatë, duke e bërë edhe më të vështirë për kompanitë të bëjnë biznes. Por ekspertët theksojnë se shumë vende pune po krijojnë në kompani të tjera dhe këto efekte në tregun e punës janë në përgjithësi të tolerueshme. Autoriteti italian e konkurrencës ka gjobitur kompaninë Apple me 98 milion euro për shfrytëzimin e pozicionit të dominimit absolut përmes App Store. Kompania akuzohet se i ka ngarkuar padrejtësisht zhvilluesit e aplikacioneve me rregullat e saj të ndjekjes.
Autoriteti italian i konkurrencës ka gjobitur Apple me 98 milion euro për shfrytëzimin e pozicionit të dominimit absolut përmes App Store, duke akuzuar kompaninë si ka ngarkuar padrejtësisht zhvilluesit e aplikacioneve me rregullat e saj të ndjekjes. Rregullatorët thanë se Apple abuzoi me dominimin e saj në tregun e shpërndarjes së aplikacioneve iOS, duke imponuar rregulla të transparencës së gjurmimit të aplikacioneve që i ngarkojnë padrejtësisht zhvilluesit e palëve të treta. Autoriteti zbuloi se Apple i detyroi zhvilluesit të kërkonin pëlqimin e dyfish të përdoruesit për të dhënat e reklamave, duke shkuar përtej asaj që kërkon ligji i privatësisë, duke minuar modelet e biznesit të bazuara në reklama pa ofruar përfitime proporcionale të privatësisë. Ky dyfishim, përfundon Autoriteti Italian i Konkurrencës, rezulton në mungesë të proporcionalitetit në rregullat e politikës ATT, duke pasur parasysh se Apple duhet të kishte garantuar të njëjtin nivel të privatësisë së përdoruesit, duke ofruar zhvilluesve mundësinë e marrjes së pëlqimit për profilizim në një hap të vetëm. Vendimi vjen pas një hetimi të gjatë të kryer në koordinim me Komisionin Evropian dhe rregullatorin italian të mbrojtjes së të dhënave, duke shqyrtuar ndikimin e kuadrit të transparencës së gjurmimit të aplikacioneve të Apple. Shqyrtimi i politikës është intensifikuar në të gjithë Evropën. Në mars, autoriteti francez i konkurrencës gjobiti Apple me 150 milion euro, duke zbuluar se mënyra se si u zbatua kjo veçori, vendosi një barrë të panevojshme mbi zhvilluesit e aplikacioneve, paqëndreptësisht e nevojshme për të mbrojtur privatësinë e përdoruesit. Transparenca e gjurmimit të aplikacioneve e prezantuar nga Apple në vitin 2021 kërkon që aplikacionet e shpërndara nëpërmjet App Store të kërkojnë leje të qartë të përdoruesit nëpërmjet një dritareje standarde përpara se të gjurmojnë aktivitetet nëpër aplikacione dhe faqe të tjera interneti. Nëse pëlqimi refuzohet, zhvilluesit humbasin qasje në të dhënat që përdoren zakonisht për reklamat e synuara. Autoritetet e konkurrencës kanë ngritur shqetësime se sistemi i imponuar në mënyrë të njëanshme nga Apple mund të dëmtojë zhvilluesit e palëve të treta dhe ndërmjetësit e reklamave, ndërsa Apple vazhdon të përfitojë nga biznesi i vet të reklamave brenda ekosistemit iOS. Ari ka arritur një nivel rekord të martën, duke qenë shumë pranë tejkalimit të nivelit kyç prej $4.500 për onzë. Bloomberg parashikon se ari dhe argjendi pritet arrijnë fitimet e tyre më të forta vjetore që nga viti 1979. Ari arriti një nivel rekord të martën duke qenë shumë pranë tejkalimit të nivelit kyç prej $4.500 për oncë, ndërsa investitorët u dyndën drejt metalit të sigurt mes tensioneve SBA Venezuel. Gjithashtu edhe argjendi u rrit në një nivel rekord. Çmimi i arit në vend u rrit me 0.7% në $4.476 për oncë. Kontratat e ardhshme të arit në SBA për lërzim në shkurt u rritën me 0.9% në $4.509. Tregtarët parashikojnë që Rezerva Federale do të ulë normat e interesit 2 herë në vitin 2026 pas publikimit të javës së kaluar të një sër të dhënash ekonomike të SBA-s. Ndërkohë presidenti i SBA-s Donald Trump ka mbështetur vazhdimisht politika monetare më akomoduese. Tensionet e vazhdueshme gjeopolitike në javët e fundit kanë rritur gjithashtu apelin e arit dhe argjendit si shtret të sigurt. Bloomberg parashikoi të hënën se si ari ashtu dhe argjenti janë gati për fitimet e tyre më të forta vjetore që nga viti 1979. Për shkak të blerjeve të bankave qendrore dhe hyrjeve në fondet e tregtuara në bursë, ETF, çmimet e arit janë rritur me rreth 2/3 këtë vit. ETF të mbështetura nga ari kanë regjistruar 5 javë radhëzi me rritje të flukseve hyrëse. Të dhënat e Këshillit Botëror të arit tregojnë se përveç muajit maj, zotërimet totale të këtyre fondeve janë rritur nga muaj në muaj këtë vit. Përtej bankave qendrore, investitorët kanë luajtur gjithashtu një rol të rëndësishëm në rritjen e çmimit të arit. Të nxitur nga shqetësimet mbi vlerën e obligacioneve sovrane dhe monedat e tyre të emërtimit, investitorët kanë ikur nga këto asete. Wall Street Journal raportoi në tetor se investitorët që ishin të shqetësuar për perspektivën e monedhave si dollari amerikan po blinin në mënyrë agresive asete alternative si ari. Goldman Sachs publikoi një raport kërkimor më 18 dhjetor, duke parashikuar se çmimet e arit do të rriten në $4.900 për oncë deri në fund të vitit 2026. Argentina prezantoi zyrtarisht Rafael Grossin, drejtorin aktual të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, si kandidatin e saj për sekretar të përgjithshëm të OKB-s. Diplomati i Argjentinas kritikoi gjendjen aktuale të OKB-s, duke shprehur shqetësim për mungesën e organizatës në konfliktet e mëdha globale.
Argentina prezantoi zyrtarisht Rafael Grossi, drejtorin aktual të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, si kandidatin e saj për sekretar të përgjithshëm të OKB-s, me diplomatin që kritikoi ashpër organizatën dhe shpalosi vizionin e tij për ndryshime transformuese. Duke folur në një ceremoni në Ministrinë e Jashtme të Argjentinës, Grossi, një ambasador në Austri, theksoi përvojën e tij në menaxhimin e krizave komplekse ndërkombëtare dhe bëri thirrje për një qasje më aktive dhe praktike ndaj udhëheqjes së OKB-s. Na duhet një sekretar i përgjithshëm që vesh çizme dhe shkon aty ku ekziston problemi. Na duhet një sekretar i përgjithshëm që shkon dhe kalon vije në frontit edhe nëse ka luftë, deklaroi Grossi. Ai përmendi karrierën e tij në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke theksuar arritjet që përfshinin negocimin e dy armëpushimeve midis Ukrainës dhe Rusisë për të parandaluar një aksident bërthamor në centralin e Zaporizhia dhe ruajtjen e dialogut me Iranin pavarësisht kërcënimeve. Diplomati i Argjentinas nuk hezitoi të kritikonte gjendjen aktuale të OKB-s, duke shprehur shqetësim për mungesën e organizatës në konflikte të mëdha globale. Procesi përzgjedhjes për një pasardhës të Antonio Guterres, mandati i të cilit përfundon më 31 dhjetor 2026, filloi në muajin nëntor të këtij viti. Sekretari i përgjithshëm i ardhshëm do të marrë detyrën më 1 janar 2027. Kemi ardhur kështu në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni edhe në adresën tonë në internet skantava.al, ku mund të gjeni gjithë shkambi, ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë mirë takofshi.